Takimi i liderëve i paralajmëruar për të hënën është shtyrë për ditën e martë. Komisioneri Evropian për Zgjerim dhe Fqinjësi Johannes Hahn do të vijë të martën, por i vetëm, pa 3 eurodeputetët e tjerë, Weigl, Kukan dhe Howitt, të cilët ishin pjesë e bisedimeve në Strasburg. Gjithashtu do të ndryshojë dhe vendi i mbajtjes së takimit dhe kësaj radhe do të zhvillohet në rezidencën ambasadorit të BE-s. Nga BDI-ja konfirmojnë pjesëmarrjen e Ahmetit duke lënë të kuptohej që bisedimet do të mbahen në forma të njëjta, përfshirë dhe pjesëmarrjen e Thaqit. Jo zyrtarisht mësohet se ardhja e Hanit do të thellojë bisedimet në përmbajtje të pikave kontestuese mes pushtetit dhe opozitës. Ky përforcim diplomatik vjen pas dështimit të 3 takimeve në Shkup dhe atij në Strasburg, ku liderët e partive në pushtet dhe opozitë nuk arritën do të merreshin vesh as për kornizën dhe formatin e bisedimeve. Zaevri afirmoi se opozita maqedonase mbetet në kërkesat e saj për dorëheqje të Gruevskit, kryeprokurorit Zverlevskit, drejtorit të RTV-s dhe të gjithë zyrtarëve të prekur nga bombat e LSDM-s, duke e parë zgjidhjen vetëm tek formimi i qeverisë kalimtare. Gruevski mësohet të shprehte i gatshëm për të biseduar për shumë çështje, por jo atë për dorëheqjen e tij.